valitën atje unë të shtëpia, të shtëpia po të deshë hajde atje që duket kesh përmbytur kashta dhe ushqimi i lodhës komplet. Ai erdhën njëra ta dhanë një thesë dhe ikën. Thesë shumë për shkak. Edhe kjo e quaj se qunë i thash për këtë aty ata thanë nuk po pyesim ne se çka ke 1 hektar ullini. Po mirë, boti unë ushqim këtë e kam punë. S'kam punë tjetër, as misa zgur 1 hektar ullin, të sherr për atë lopë që të ushqim me gruan se me gruan jam bot, kalamani jam boti, me kalamani shkojnë sapin vetë, ne shkojmë me sapin tonë, çfarë bëjmë? Kjo s'ka ardhur një, po 181 që më i mendun. Por këtë radhë që kështu përmyti tërë fshati, s'njëri shtëpi pa përmyt, vetë shikoj gjuna ujtin me zinë dorën jashtë. Keni vështirësi tani pas përmbytjeve për të siguruar lëndën ushqimore? Ja për ushqim për lopët. Erdhën njëra ata sa për ndaj thesa për ta ngojë me 100 bela, s'kan ardhur. Ati ka një lopa pa ngrënë, shikati me drapun unë të kërkoj çik të sherr për një lopë se s'ke që të hedhë më iku ushqimi lum. Po besoj atë shikoj denjët janë kalbër të rumit, se kam shpim buz rumit kam. Kështu. Të banë se herë sa në bord ja duket të drejtë shkallë, po. S'bëj den të njerëz, po te ushqimi lopë po, se njëri ka vi lopë, njëri ka zë lopë. Shumë është. Ja ku shikoj me ty, ku ka valet ja përmbytur. Po tani si për përballoni, keni bazë ushqimore më? A me t'keqe shumë, kemi hapur atje, kemi thar atje dhe sa të bëjë si ka shumë dhe ja kështu sa të bëjmë, me t'keq, shikojmë, na ka thënë që do bjem, po nuk e dim, do bjem apo jo. Na ma prunë ca ushqime nga ajo koncentrata, ke parasysh? Ju mjafton aq juve? Po koncentrat, do të kopi barkun, po se kopi barkun, është do më thënë që mos kemi vetë, po s'kemi para. Vetë ati pyta njerë që ju tha 10.000 lekë ato një deng, ke parasysh një balë, deng, qa e thoni. 10.000 lekë, thote, 15.000 lekë. Është rritur çmimi? Vërdo? Çmimet janë rritur tani? Janë rritur çmimet e koncentratit dhe ushqimeve? Po themi një deng me jonç, i thonë 10.000 lekë, 12.000, 15.000 thote. Sa kushtonin përpara përmbytjes? Si? Para ishte me 4 gjysmë deri me 5. Me 5.000 lekë të vjetra. Kurse tash ka vajtë 10 deri 15. Pse i kanë rritur? Po pse ka rritur nga e shkursën rasin? Shkursën rasin da që s'kemi nga të vim, nga të marim e sa berin, i ne çmimet. Kaq. Një hudi bërën të kohë. Se ma i po ja, si puna ime që po gjenë në i dorë bashkës. Tjetër që nuk ka me pa shumë, është për plek. Prap, i vjen era myk. Që edhe quj. Përmbytje ushqimit i gjevet, mori 6 kutaj misër, ja atje sa të hyndë branë shpi. Përmbytja. Ndima nuk po që me si fare. Erë një ditë ata, jo qëtër shashu, i registrum, asi mu i ndime. Gjetë jam pa. 10 kutaj misër buzare. Pa i keme pa nga. Me çe po ushqeni tani? Me çe po ushqeni? Po ja, vata në drizë të asaj, vata mora të i dhënë të tezës. Mora në qikë ushqim për dhit. I kam pangan, pare. Jo do t'i bjem, jo, s'kam përgje. Se si bëhet halë nuk kam marrë. E që nëtë që të thonë që... Po pra, po se po kërë dhe ne, po të veri ku kanë ardhur. Jo, kanë ardhur. E që nëtë tani neve në jo se nuk ashtu se kjo nuk është se e donë të ta bënë vetë shteti këtën. Kjo që faktisht po e përballojmë, po e kanë ardhur komisione, po e verifikojnë të ashtu dhe kanë shpërndarë dhe ndihmat. I kanë shpërndarë, le të thoj kushdoj që ndihmat janë shpërndarë. Më tepër çfarë ju nevojitet ju? Tash janë ca familje që janë në nevojë shumë,
janë shumë në nevojbile, se kjo familje që ashtu është veti gjashtë të pa punë, kanë më thyrë e djali aty brenda. Edhe një problem vetëm çështja e ushqimit, nëse ka mundësi domethënë nga ana juaj, domethënë televizionit që mund ta ndihmoj këtë familje, unë pavarësisht se kam njeriu tim atë, po s'mundem dot. Shuar çmimet e Po diun se sa kanë shkuar ata, po demu ka vazhdim, nuk po të veç ta blesh të tjetrit, ai thot 10-12 me shtu për rastin. Ti do ta blesh do mos lopa për mëna, ç'të bëj? Kur o myta, Erdhën ata të tjerë. sot jam i lirur. S'ka ma asnjë gjë, do bje nima, na prun, do na bje njës për lopët, edhe kaq. sa Asnjë gjë. është numri i banesave dhe i fermerëve të dëmtuar deri tani? Këtu në Kozare, Po. apo në Ferras? Ferras. Në Ferras, po mund të jenë ja 20 më pak. Më pak. Çfarë dëmesh u bën në shtëpinë se Jo, në shtëpi nuk u bë asnjë gjë, këtu janë vetëm te baktia, domethënë, këtu janë ja dy sera, njëra u dëmtu, njëra jo. Kaq. Po gjuna i boti ka gjithë. ka ndalë Ka grupet vjedhur. e verifikimit? Shumë. Ka ministri i mbrojtjes, kanë ardhur të gjithë, erdhën këtu në një të natën, edhe Tjerë vinë dema vetë. na prun ndihma me Tani sa fermerët janë dëmtuar, kanë marrë ndihma për baktit. do marrin. Na kanë premtuar, do vi të marrin. Jo na kanë premtuar, por do na sillin. A mund na thuash çfarë Bashkia. ndihma priten të vinë? Tani ne dum shikon ndihmat na kanë ardhur, ne dum vetëm bazë ushqimore. Me jonsh, kasht, jo për në gjë tjetër. Kemi një kryeplak këtu, ka vajtë e bashkia, edhe të na sillin. Ere parë tani u hapën ato porta ma ta ndim vjene tani. Dhe kjo tani po bën 185 edhe si vjetë. Me vështërsi, ma ta në këtejmë, të shpëtojmë në e gjë, po shpëtuam, nuk shpëtuam, asë gjë pasaj, për ne. Gjitha ata të bashkisë. Na morën ato emrat, tërë ato, dhe tani që presim në shteti, që mund bëhet në një gjë. Çfarë të dëmtua nga përmbytja? Po mua më dëmtu sera, janë dylim sera dhije. Ishe gati në dalje, prodhim. Po thuj se këto dilja, Me në çfarë? myt, me speck. Me speck. Ajo këto gjatë, këto qa janë këto të lodhe kështu, nuk po i... Nuk kemi shumë rëndësime këto, s'kemi qa di bëjmë tyre, po dëmtimi matë që janë sera. Kaq kemi ne. Kur mund të ri më këmbeni? Ke shpresë? Tani se dim, nuk e dim. Zoti lartë. Në Buzhum kemi qenë të rritë që atë. Ashtë më pyetën ata, thanë ata, jetërem që tërem, ne edhe njëshin maj mend ashun derdhi qytë, ashun, po ishim meshtat mlaja, kohën e kooperativit. Tani janë shumë. Arriti shumë nivelli ujtë? He? Arriti shumë nivelli ujtë? Ujtë dhe të lartë, ja, doli në gjatë e mytë të të shpitë. Këtë ishë, ja, lemerin. Ja, danë vetëm dy, që kondi se zbëlloj këtë prapë. A je mjulli, a je zbëlloj dhe. Ujtë i lartë, ja, deri lartë fleut. I kanë pru. Ata i problem makine. Në Pashin Kuço, në 3 fshatra u përmbytën, në fshatin Ferras, Salc Kozare dhe rreth Thapi. Dhe gjithsej janë mbytur 11 shtëpi, 7 në fshatin Salc Kozare, 3 në fshatin Ferras, ku fshat ku jemi, dhe 1 në rreth Thapi. Janë përmbytur rreth 20 hektar sera, dhe për këtë problem ne kemi bërë vlerësimin e dëmë dhe ja kemi nisur ministrisë, ku vlera shkon rreth 43 milion lek për reja dëm. Janë përmbytur rreth 60 hektar tokë, po ajo tokë që s'ka në një problem, po të shikoni ju sot ka filluar gruri nuk ka në një problem, pemët nuk ka në një problem. Lidhur me atë që kanë gjene... Sot ne ndodhem në fshatin Ferrasit, që është larg 10 kilometra nga bashkia e Kuçovës. Ne na ndodhi përmbytja e lumit, Semanit, sepse u hapë diga, ajo na mbyti. Tani ne kemi marrë masat, falenderojmë shumë bashkinë, herë e parë domethënë që na ka ndihmuar shumë bashkia, me kryetarin e bashkisë, me aparatin e tij, Kreshnik Hajdarin. Gjithë natës 24 orë kemi qenë dispozicion. Kemi furnizuar 3 familje që na u mbytën në futujt. Kemi ka ngrit bashkia komisionin dhe kemi bërë vlerësimin e atyre, cilat do shpërblenë, si na u tha. Po neve e ardhmja duhet që për këtë fshat ne na mbyt vetëm një rrugë
fshatin e mbyt rruga. Edhe për këto e mbyt sepse bllokon ujit, edhe fillon pastaj gjithë u mbyti gjithë fshati. Çfarë duhet prishur rruga tani? Jo, duhet bërë rruga, se është e beri lumi cop. Dhe këto plerat, ne kemi dhe plerat, është e vërtet ajo, po plerat nuk kemi kosha, bashkia ka lidhur kontratën dhe vitin që vjen, më s'na kanë thënë do na vjen dhe kosha se nuk ka kosha fshati. Për shkak sepse po të bëhet rruga vjen dhe makina e plerat për të Nuk kemi tërhequr. vend grumullimi, pse do të hedhin lum? Jo, ne kemi vend grumullimi, po ja i mori lumin fakt ja. Këtu kemi vend grumullimi, po është problemi që po të na bëhet 1600 metra rrugë, nuk do ketë me plera këtu, do vinë koshat. Për sa vitesh mungon vendosja e koshave? Nuk ka, ky fshat nuk ka pas kosha. Prandaj që po na u bë rruga është kryesorja, po u bë rruga fshati Ferrës ka dalë në dritë i gjithë. Nuk do ketë me plera. Po ku grumbullohen plerat? Plerat janë të caktuar vendet. Do vjen, po të vinë kosha, do janë caktuar vendet. Aktualisht ku janë përcaktuar vendet? Sot janë përcaktuar vendet këtu ku jemi neve, po jo në lum. Vendi këtu edhe 1-2 vende Po sa larg është nga lumi këtu? Këtu është 4 metra pleu. Erdhi lumi i mori plerat dhe si që shikoni ka dalë gjithë. Ne mendojmë që të na ndihmoj shteti këtë fshat, ta ndihmoj, se ndryshe neve jemi të mbytur gjithmonë nga lumi, edhe nga këto plera. Për 1600 metra rrugë. Aq më mirë ne kemi edhe kryetarin e emergjencat civile. Kemi shpërndar deri më sot 12.5 ton koncentrat. Kryesisht në 3 fshatra, Salc Kozare, Ferras dhe rreth Thapis, sepse këtu ndodhi dhe përmbytja më e madhe për blegtorin. A është mjaftueshme për këtë termin? Deri tani është mjaftueshme sepse ne një përgjedhin është afërsisht 3.5 deri në 4 kg koncentrat do gjedhi. Timta duan 0.5 deri në 1 kg, që ne po të llogarisësh rreth 270 deri në 300 krer gjedh kemi ne që na janë dëmtuar baza ushqimore, kemi rreth 400 krer timta dhe 130 krer derra. Përmbetjet çfarë do të bëhet që janë buz lumit? Përmbetjet besoj që këtë vit do futet ky fshati Ferras tek kontrata për pastrimin me kompani pastrimi nga Bashkia e Kuçov dhe besoj që nuk do jetë me kjo situatë jashtëzakonshme. Unë them që problemi këtu në fshatin Ferras nuk është sepse u përmbyt nga mbeturinat. Kjo erdhi problemi nga banja. Nuk është se u derdh një sasi e limituar, por u derdh më shumë se sa duhet. Po sipas jush, a duhet të hidhen mbeturinat buz lumit? Sigurisht që nuk duhen hedhur. Ne kemi vend grumbullimin, Bashkia e Kuçove ka vend grumbullimin rreth Thapi. Po është vend grumbullimi i caktuar atje, por besoj që siç e thashë më parë, kjo do zgjidhet, nuk do ketë me probleme të tilla. Sa banor ka afërsisht fshati Ferras? Fshati Ferras ka afërsisht 200 banor. Por është një fshat që ka prodhime të larta. Takti nga larg nuk janë të fshat Ferras këtu, a? Dhe ato shikon pas po lagu që lart ti marri koshat, se kështu s'u ndot makina ose berru. Telefon. Jo, erdhëm. Ja.
Kaloj kjo dhe vende ujti të në shpi. Këtë është bërë në fare, të në shpi në ujtë. Po hasë në rarti, për të më rujtëre. Korrespondon me detyrën që kishte. I ka bajtë të balkoni ujti politik. Ta nuk kisha unë i ashtu në spital edhe. Unë sa i qa në spital kër e ja datë lumi. A ka jo që ujti të ja. Me drum me kavajet të ndja. Që me ujta. Taka. Janë ata o permitë janë të pjeni. Në më kërë permitë, në ato e kjo. Pa një një lokali ku ja? Jo që kënë të rizorë, unë i kam tu të filmuar atë në telefon. Që është bërë taj. Po ta bani? Më shikoj atë natë të binde uti shumë gjinaj, një të të shatë. Telefon të Dim se kemi parë. Pa gjemë që është të